dua që të kaloj këtë diskutimi me të dy avokatët, sepse ka le të themi ka një diskutim të ndryshëm dhe mendime të ndryshme, siç e tha Nardi, që dikush kushtetutën po e lexon në mënyrën që nuk do duhej që Spaku ta pezullonte zonjën Balluku, dhe në anën tjetër ka nga ata të cilët pretendojnë që shiko se mund ta pezulloj dhe ky nuk është cënimi i kushtetutës. Por këtë çështje ta ndaj kushtetuesja. Dhe derisa ta ndaj kushtetuesja, ne ta analizojmë edhe ne, sepse kemi për të drejtë të japim interpretimin sipas mendimit tonë të kushtetues. Okej, perfekt. Por ne nuk zëvendësojmë gjykatat. Asnjëherë. Përkundrazi. Atëherë dhe në momentin kur do flasin, ne do ta komentojmë. Po do ta ekzekutojmë në rast se i kemi për detyrë. Tani ne themi këtu. Po, jemi këtu. Dhe themi as ky check and balance, as ky si kundër ky ekzekutivi apo legislativi ngre kartonin dhe thot paga e filan gjyqtari të këtij rangu do jetë kaq, ashtu si kundër dhe drejtësia në vetvete ka për detyrë, ka detyrë dhe detyrim edhe përgjegjësi që të shkojë dhe të hetojë njerëzit e ekzekutivit dhe të legislativit. Se çfarë punë tjetër do bëhet? Do merret vetëm me ty dhe me mua? Zyrtarët e lartë, aty lart e më lart. Tani kush hyrja këtu në rasti konkret tek zonja Balluku? Posaçërisht e zonja Balluku. Drejtësia ka thënë, nuk e kam më personën hetim këtë, sepse ka një ndryshim shumë të madh procedurial në kur ti e personën hetim dhe person i pandehur. Po, që prej 30 tetorit është e pandehur. Po, i pandehur do të thotë që ti për organin e akuzës ke bërë faj, ke bërë shkelje, ke vepër penale. Por prezumohesh e pafajshme? Sigurisht sepse pritet vendimi i gjykatës. Por ama për akuzën, akuza ty ta ka qepur atë. Për ata të cilët bëjnë kërkesën, ata e ka bërë. Ti je fajtor, pra ti nuk je një person thjesht në hetim, unë po e tetoj dhe nuk e di a do ngret çështje penale ndaj teje apo jo. Apo deli pasta. A deli pasta apo jo. Çështja në hetim është një gjë, i pandehur është një gjë krejt tjetër. Që do të thotë që për organin e akuzës ti je i fajshëm. A arrin ti në gjykat që këtë fajsi që atribon personin në fjalë e vërteton me fakte dhe prova, kjo është një diskutim më vete. Tani në raportin me zonjën Balluku, organi i akuzës ka thënë, unë e kam këtë zonjë të fajshme sipas dokumentave të mia dhe duke qenë se jam në procesin timor, se s'ka përfunduar që procesin timor, pavarësisht se ka marrë, kjo mund të prish prova për shkak se unë po e hetoj për një çështje të cilën ka lidhje thelbësore me detyrën që ajo bën. Të bëni një pyetje këtu, pse nuk e imunitetin, pse s'e heq? Ta jap. Të rast, sa e di ky është debati që ka me është i vetmi debat që ka. Unë kisha edhe pyetje këtë, po e bëri. Ta bëj një pyetje duke qenë se ti po thua prit, Spaku pretendon që domethënë e cilëson të fajshme, kur gjykata e posaçme miratoi kërkesën e pezullimit. A duket sikur i jep të drejtë Spakut në atë që se kjo është e fajshme? Duket një lloj fajësie e parakoshme që vendimi. GKK-ja ka shkuar për te. Po ta lexosh vendimin e gjyqtarit Çela, ai ka dhënë një arsyetim dhe është ndalur shumë kur ka interpretuar në 242.2. Dhe është rregull, jo më kot është rregull, domethënë që të shpjegoj dhe anën kushtetuese sipas atij. Si gjyqtar është ai. Dhe jo më kot e ka bërë këtë, sepse ndoshta ai e ka prezumuar që do ndalë një debat i tillë në raport me zën. Tani ajo që sapo më the, dhe do ta bëj debat. Po se nuk kërkon heqjen e imunitetit dhe realisht është kjo pyetja. Me lodha mos i kenë as ujë këtu. Vazhdo. Tani nuk e ka kërkuar, sepse deri tani faza hetimore për të cilën ka ngritur Spaku kundrejt Belinda Ballukut arrin deri tek standardi shkelje barazisë në tendera. Okej? Dhe shkelje barazisë në tendera është një vepër penale e cila shkon kundravajtje penale deri me burgim deri në 3 vjet. Ne kemi me ligj dhe me kod procedurës penale për të gjitha veprat penale të cilat kanë një marsh dënimi deri në 5 vjet, mund të optohet pa arrest me burg. Pra se kjo është një vepër penale, këto vepra penale mund kanë në kodin penal kanë dënime alternative, që do të thotë që personi në fjalë mund dënohet me gjobë, mund dënohet me kusht, mund dënohet me shërbim provë. Pra nuk është i domosdoshëm arresti me burg dhe arresti i shtëpisë. Po marrë celularit dhe kontrolli banesës për shembull, nuk lejohet. Jo me autorizim, çka parlamenti autorizoi. Tani çka ka bërë Spaku? Dëgjoni një herë. Spaku ka bërë një lojë të bukur, është futur në politik Spaku. Këtu pastaj hajde të debatojmë. Okay, faleminderit. Po pra, tu hajde debatojmë. Tu ta pranoj këtë unë. Pse? Sepse ka bërë një loje të këtij tipi. Ata e çuan në hetim dhe i komunikuan procedimin penal zonjës Balluku dhe në harku kohor të 10 ditëve apo 2 javë pan reagimin e kryeministrit.
dhe reagimin e personit në hetim zonjës Balluku. A do jep të dorëheqjen? Po luajnë politik ata. Për mendimin tim thash. Deputet janë. Për mendimin tim thash pra. Po më për datën them edhe. Dakor, dhe më kështu lexoj, mund ta kem gabimun. Po ato e kanë gabim, po e kanë kështu. Po mi pa, dhe mund ta kem. Ti e lexon drejt, po ata po e kanë bërë kështu, e kanë gabim. Po mirë, pse ti mendon domethënë që un kam në kështu kam në mendim pozitivist për ata unë apo as i imi, as i joti nuk është që ne ti privilegjojmë, as ti urrejmë. Po puna është kjo, ata kanë punuar politikisht apo juridikisht. A dhe un po mundohem, atë ma shpjego. Un po mundohem të futem kokën e tyre për të kuptuar domethënë se çfarë është bërë. Atë bëjmë analizë. Atë analizë, un po them, ata kanë pritur 10 ditë apo 2 javë, kur i çuan procedimi penal, i regjistruan procedimi penal dhe ja komunikuan, dhe pritën domethënë që zoti Rama apo zonja Balluku, Rama do ta shkarkonte, Balluku do jepte dorëheqje njëra nga të dyja. Nuk ndodhi asnjëra. Nuk ndodhi ajo që ndodhi me Mogherini për shembull në Bruksel. Ka shumë për ta bërë me ditën ti. E kuptoj që në krahasimi, po dakord për ta marrë, thashë se unë e kuptoj vetë që ditshme, dikush është që ata kanë bërë shoqëri njëri me tjetrin. Si ka dhënë mësim njëri tjetrit ta habit mo. Tani këtu s'futet. Okej, morrini këtë. Kanë kërkuar, është vërë domethënë që nuk është bërë një gjë e tillë. Atë është për të mbrojtur hetimin, fazën hetimore. Këta kanë kërkuar pezullimin nga detyra sepse gjithë faza hetimore ka të bëjë pikërisht me pozicionin që ajo ka. E kuptove? E kuptova këtu. Dhe këtu jemi në rregull. Nuk ka shkuar as për arrest shtëpie, as për arrest me burg, as për kontroll banese, sepse këto janë të treja kërkesa për të cilat do duhet të investohet parlamenti. Okej. Përse do duhet ta pezullonte, edhe pyetje e fundit, shkurtimisht se do të kaloj tek zhdima, përse do duhet ta pezullonte kur çështja e tunelit Llogaras është një çështje që dokumentat kanë mbështypjen SPAK sekuestruar edhe çështje të tjera, të cilat le të themi kanë në hetim përsa i përket lotit Tunazit 4, SPAK ka sekuestruar, çfarë do ndikonte Balluku në atë pozicion? E ke shumë gabim pra. Sepse ti kam pyetje bëra se pyetje, po mirë pra, kjo është një fazë hetimore. Pyetjen e ke gabim çfarë do të? E ke pyetje gabim. Gabura vetëm përgjigje. Dakor, e ke gabim atë në parantezën e asaj që ke menuar atë. Atë unë po them, sepse faza hetimore si për tunelit Llogaras, si për Unazën që është me 7 lote, Lubi Loti thot Berisha dhe ja ka gjetë më atu te Zoti. Lubi Loti është vërtet, se 28 kilometra i ka çuar 7 i kanë dhënë 7 lote, imagjino. Dhe përtej kësaj ka edhe shumë tjera, po ti në çdo moment kur ti bën fazën hetimore, ti heton, ty mund të dalin shkresat të tjera, fakte të tjera, gjërat e tjera të cilat lidhen direkt me punën që ajo bën. Direkt me shkresat të cilat mund të ndodhen në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Tek varësit, tek ata që mund merren si dëshmitar. Ore ti mendon domethënë që un po të mora aty për ndjekje penale ti s'po merr gjithë televizionin këtu ti thuash prisë do vinë ata, hiqni këtë, hiqni atë, hiqni këtë, hiqni atë? Je interesi? Po kjo është faza hetimore, mo ti i blokon atij për të cilin domethënë është si thosh i rrekur për të fshirë provën. Sa është njerëzore kjo gjë? Po unë mund të jap porosi një personi tjetër që të ma fshi provën. Zhdima tani, bëj diskutimin. Do bëj vetëm një pyetje unë për ta hedhur poshtë. Pyetje dhe lëre në zhvillim të flasim. Mban mend në fillim fare që në dëshmi të jashtëzakonshme që përdori Erion Velie dhe Ajola Xoxa në lidhje me disa kontrata të disa biznesmenëve për të justifikuar shuma të mëdha parash. E mban mend apo jo? Po. Në fillim ata thanë po janë kështu, janë ashtu. Pas 6-7 muajsh, shkuan këta biznesmenët aty te SPAK dhe thanë, jo, shiko, ato ne vërtet tam kështu atëherë, por ato kontrata nuk janë kështu. Dhe e bëgroposën. Po. Jam dakord. Pse e bën këtë gjë ata? Në qoftë se Erion Velia do ishte jashtë. Ti mendon që këta do ta bënin? Jo. Atëherë, po kjo është. Kjo është ta vësh hetimin. Prova nuk është ajo vetëm ajo që thua ti. Jo, unë ta marr si shembull. Prova nuk është vetëm për të bërë këtë. Zhdima analizohet tash bie dakord me që do të thotë që një person i cili thotë që dua të mbuloj provat, pra dua të zhduk provat të cilët më fajsojnë, që organi hetues mos t'i gjej, ka lloj mjeti që ato prova t'i zhdukësh. Pse si zhduk Erion Velie? Po nuk mund të themi çfarë do bëjë. Po mirë, pse si zhduku? Ja ky është faktoral. Aktin parimor në aspektin kur ne flasim për parandalimin. Dakord, po këtu ti jetë e Balluku. Unë po shkoj tek ajo që ka ndodhur. Velia nuk ishte këshilluar mirë nga avokatët e tij sepse duhet kishte këshilluar mirë. Tani ata janë korrektë anu, nuk besoj se janë kaq murhumos sa mos e dinë domosë se ku janë burr tani. Jo, kanë ata ishin aq të zgjuar. Të dëgjon. Aq të zgjuar ishin sa që bën dhe ajo lënë e bardh tani. Po tani të
Edhe ky këshillimimi juridik kishte vlerë aty. Mos të bëj kaq me. Po dalim pak nga. Jo, s'është nga tema, kjo është realitet, nuk e dia do ta lehtësoj pozitën e zotit Veliaj, po them vërtetën kjo nuk e lehtëson për mendimin tim. Ta joles po më burrë, ke sigurt këtë. Po nuk është. Okej, rrin tek Balluku, se është Atëherë, rasti i zonjës Balluku është një rast i cili është për mendimin tim i çuditshëm në aspektin procedurial, sepse për mua Spaku do të shkonte dhe të bënte kërkesë që të trazonte ujërat brenda grupit parlamentar, që jo të hiqet imuniteti duke vendosur një masë sigurie arrest në burg. Jo, sa e bëri politikën. Pra Spaku deri tani ka bërë politik. Po s'ka bërë politik, me datën 31 tetor prita derisa ta shkarkosh. Nuk e shkarkove, pastaj shkova bëra kërkesë Kështu e lexova unë, edhe kështu, jo, edhe unë e lexoj, pjesërisht e lexoj kështu, po unë nuk dua të merrem te kjo, di pse? Sepse mua nuk më intereson a ka prova apo nuk ka prova për zonjën Balluku. Di pse? Se unë nuk futem në rolin e hetuesit se sa prova do të mbledhi kundër saj dhe çfarë akuzë do t'i japin fund fare seanca paraprake kur të shikoj hetimet. Unë nuk merrem atë, unë merrem te kjo. Përse Spaku nuk shkoi të trajzoj ujërat brenda të grupit parlamentar socialist, që të shikojmë a ka në të vërtet një fuqi brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste zonja Balluku, sepse në qytetin kjo do ishte të fiks politik pas emra. Jo, kjo është politik. Kjo do ishte politik fare. Kjo është politik. Një sekond. Po është kushtetuese, hiqe imunitet zotri, mos i vendos ma sigurie. Ti do të dalësh dhe të thuash që po zonja ka një faj? Si Spak? Po, çfarë duhet t'i bësh? E heq imunitetin dhe nuk e arreston, po thua duhet të bëj kontroll në banesë. Duhet bëj kontroll të telefonit saj, dua në fund fare të mendoj që ma sigurie. Nuk e jep. Arrest në burg. Sta jap. E jep. Sta jep Mario. Se do të krijohet precedent, se kemi krijuar. Po ke gabim më kur parlamenti refuzon, çfarë ndodh? Asnjë gjë s'do. E ke precedent. Po çfarë precedent? Ke precedentin Tahiri që ti shkove për arrest me burg dhe ai tha se arreston dot, hetoje por nuk e arreston dot. Çfarë vit ishte? 2018. Jo Tahiri. Sa ishte zgjedhur deputet? Po, ishte 2017. 2017 po 2018. Po ishte zgjedhur deputet. I shkoi me kërkesë për arrest me burg, parlamenti tha po hetoje, po ti as për të arrestuar se arreston dot. Po nuk do të arrestosh dot. Po, shumë mirë. Por çfarë ndodhi pastaj? Asnjë gjë ndodhi. Ndodhi që fut në burg. Ja pra, ajo di çfarë ndodhi. Çfarë do të thotë tani? A di çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që në fillim Spaku ose ajo prokuroria atëherë shkoi e hetoi për grup të strukturuar kriminal. I dha pafajsi. Prit, se nge plumi e dha pafajsi, nuk e dha shumë. Po? Po pra e se i majnë mend gjërat, jo për në gjërat. Ai, bravo. Pra, kikoj grup të strukturuar kriminal për Sajmir Tahirin, pra minimalisht 12 vite burg dhe përfundoi me 1.8 vite burg. Po, dhe çfarë ishte? Pa i sekuestruar, shpërndajmë të tjerë, pa i sekuestruar as edhe një gjë. Parlamenti miratoi atë, e miratoi pastaj jo ishte më deputet, nuk ishte më deputet, mashallah do heqën vetë. Dha do heqën vetë. Po, çfarë ndodh? Ndodh kjo që ti duhet shkosh të kërkosh heqjen e imunitetit që ne mos ishim sot në këtë konflikt institucional që ka të bëjë me. Nuk do t'ja jep Lozlima, tani mos ve pas mos t'ja japi. Nuk, po pse? Edhe pse duan mos t'ja japi? Ta them pse? Sepse në sy të grupit Veliaj, Rama ka dalë dhe ka thënë ju mos luftoni Spakun, se Spaku t'ja dha me dhe Altin Dumanit shpatën që të luftoj korrupsionin. Po pra. Ndërsa te Balluku, ku e ka spatën Altin Dumani? Ja ka fshehur sepse ja ka çuar pikërisht për lojë. A di pse jam unë dakord me këtë pjesën? Në gjë tani. Sepse vendimi i gjykatës kushtetuese shpresoj që të jetë ashtu siç e mendoj unë. Jo, shpresoj. Do të shpresoj të jetë ashtu si mendoj unë. Dakord. Jo, pris do ju po shpresoni, po më shpjegoj. Çfarë pret? A di pse pres domethënë sepse do jetë realisht një precedent i cili do vendosin disa kufi. Do ndaj pushtetet me do vendosin një kufi të jashtëzakonshëm, në qoftë se do t'i jepet, në qoftë se dorëzoj kërkesën e zotit Rama, këtu asnjë deputet më me imunitet nuk do ketë më kellçe që të fillojë domethënë dhe të tundet të thotë unë jam deputet, mua s'më vjen dot më këtu se edhe e pezullon dhe e shkarkon dhe e fut në burg. Deputetin? Po sigurisht. Pa ajo është puç kushtetues, tani do bëj. Bravo, ashtu. Tani ç'a ndodhi? Prit, po shmuka kjo është për ministrin. Më shpjegoj pak këto monar se kam kështu. Jo, lema të ta shpjegoj dhe ma le 2 minuta. Jepi nard. 2 minuta me orën dorë. Jepi nard. Ha, dhe 2. Rama ka shkuar në gjykatë kushtetuese dhe ka kërkuar 1 dhe 2. Pika 1 thot
pezullimin, thotë heqjen e pezullimit për zëvendëskryeministrin dhe ministrin e infrastrukturës dhe energjisë. I marr në kundërshtim me ligjin. 2, thotë interpretimin e 103.3. Po. Okej, këto të dyja. Tani po e nis nga fundi sepse fundi është me ai që domethënë vlerëson pika 2 vlerëson pikën 1, si më thon. Unë do nis nga pika 1 pastaj te 2. Okej. Ska gjë. Pika 2 thotë interpretimin e 103.3. Në 103.3 thotë ministrat gëzojnë imunitetin e deputetit. Tani ligjvënësi kur e ka vendosur këtë pikë ka prezumuar që mund të ketë dhe ministra të cilët jo domosdoshmërisht janë deputet. Siç ka pasur. Dhe për t'i veshur këta me një lloj pushteti, po them unë, se nuk janë deputet, ju ka thënë atyre juve do gëzoni ato të drejta që gëzon deputeti. Pra atë lloj imuniteti që gëzon deputeti. I ka thënë ky pika 3. Tani për ta interpretuar këtë pikën 3, ti domosdoshmërisht do shkosh te imuniteti. Ja, antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit. Po, tani për ta interpretuar atë pikën 3, ti detyrohet të shkosh tek imuniteti i deputetit. Në 70. 73. Po, 73. Te neni 73 që thot imuniteti i deputetit. Çfarë parashikon imuniteti i deputetit? Parashikon që ti as nuk mund të bësh kontroll banese pa lejen e parlamentit. Nuk mund ta bësh arrest shtëpie pa lejen e parlamentit. Nuk mund t'i çosh në arrest me burg pa lejen e parlamentit. Këto janë treja. Nuk thot në 73 që nuk e pezullon dot, që nuk e hiq dot pasaport, nuk i ndalon dot domethënë daljen e shtetit. Që nuk e detyron dot të bëhet detyrim paraqitje, një masë akoma më lehtë. Për këto të tre. Po, për këto të tre. Pra, e dyta që është shumë e rëndësishme. Pa këtu bie, e dyta, tani te precedenti Berisha për cilin ti the. Atëherësh kur Berisha çoi grupi i PD-s, çoi në gjykatë kushtetuese me 1/5 e deputetëve për zotin Berisha për masë e sigurimit, gjykata kushtetuese me drejt tha, jo zotri. Hajde vet. Ti nuk mundesh ti si grup parlamentar që të legjitimohesh për Gylsenin apo për Nardin, sepse Nardi e ka vet të legjitimuar pjesëmarrjen, por duke ndjekur shkallët e gjyqësorit, gjykat shkallës parë, apel, gjykat lart, pastaj vjen këtu. Pra nuk e bën dot. Dhe në rastin konkret, ka çuar kryeministri. Prit pa njëta gjë është. Jo, të dal këtu. Dil. Mbaroj. Kush e dhe në lëvizje gjykatën kushtetuese? Presidenti, kryeministri dhe 1/5 e deputetëve. Po. Ashtu. Tani kryeministri, presidenti dhe 1/5 e deputetëve e dhe në lëvizje për tagrat të cilat i kanë ata. Po. Sipas për tagrat që nuk i kanë ata. Grëma ç. Ashtu. Tani aja ka marrë drejtësia tagrin kryeministrit për të pezulluar apo për të emëruar apo për të shkarkuar një ministër? Po. Jo. Po, sepse keni një shtat ndarje balancimin e tre pushteteve. Ore, tani bëjë ta pastaj të thuaj ti, më qeverinë gjyqësore. Aja ka marrë tagrin e emërimit, jo pra jo, se të emërimit. Po këtë ka. Mirë, bëj një pyetje unë tani. Po pra ti luajmë loja fare tani apo? Jo, priteni. Emërimin ja ka marrë. Më fal, ministri kur shkarkohet, ka të drejtë të ankohet në gjykatën civile për dëmin e shkaktuar nga hiqja nga punës? Jo. Jo, sepse është emërim. Ndaj të ministrit. Sepse nuk është, më fal një sekond, ndaj ministrit ke disiplinë që e pezullon ti si kryeministër? Jo e pezullon, e shkarkon. Pra, se nuk është në punë civile i ministri. Pra do thotë që ti nuk mund të pezullosh një person që nuk është në punës civil. Pra do. Pra do të në punës civil. Po nuk është. Unë nuk e pezullon dot. Po dëgjojmë se po me leje fare nuk ma marrë vesh. A do ta më lura fjalësh do më. Po ato më leje fjalë do më. Po nuk ta marrë vesh këta që na shikojnë, se nuk problemi këtu. Jo shumë procedurale. Jo shumë emërimi. Ata dhe shkarkimi dhe emërimi dhe shkarkimi nuk është marrë pozita politike. Po, nuk është marrë nga gjyqësori, se gjyqësori nuk thot në asnjë rast emërim apo shkarkim. Thot pezullim. Po. Nuk ja ka marrë. Kujt ligji? Duro. Madje dhe emërimin dhe shkarkimin, Edi Rama ose kryeministri, se s'po dua merr me Edi. Okej, kryeministri nuk e ka një tagër ekskluziv. Nuk e ka dhënë kushtetuta në mënyrë ekskluzive. E di pse nuk e ka dhënë? Sepse dhe kur emëron
Andin apo Nardin do duhet të shkojnë në parlament dhe presidentës për të marrë dekretin. Si të shkarkimi, si të emërimi. Pra nuk e ka tagër ekskluziv kryeministri, o zotri. Po as të emërimi dhe shkarkimi. Po e njëjta gjë po të them. Po pezullimi është ndërhyrje tek. Po nuk mund të ngrihet më për një gjë. Është tek është edhe një formulodhe, nuk mund të ngrihet kryeministri të kërkojë një gjë të tillë, në të cilën nuk e ka tagër ekskluziv. Sepse dhe emërimi dhe shkarkimin e ministrave, kryeministri nuk e ka tagër ekskluziv, sepse do duhet të kalojë nëpërmjet parlamentit dhe presidentit. Atëherë nisim te pika 1. Pika 1 është kjo. Pezullimi i vendimit të GKK-s duhet të bëhet për arsye se kryeministri i vendit nuk në intereson emri i tij, është pothuajse në diktatin e pushtetit gjyqësor, duke pezulluar një zëvendës kryeministër që përbën pjesën e që ne flasim të pushtetit ekzekutiv që është Këshilli i Ministrave. Kryeministri nuk mund të detyrohet nga një pushtet gjyqësor që nga ministrat apo zëvendës kryeministrat do t'i pezullohet, do t'i shkarkojë apo do t'i emërojë. Jo, se shu shablon ti këtë. Një sekond, po ta mbaroj. Po ata nuk ka shkruar se kanë natë Belinda Ballukun atë. E ke gabim, se po ti ishte pra kështu dhe Altin Dumane do thoshte do vesh djalin e tezës do ma vesh ministër, o burrë. Po nëse mund të ndodhë kjo. Po ne bindur Shqipëri do të ndodhë, kjo gjë. Në rast se ne pranojmë këtë si fakt, pra që gjykata Belinda Ballukosh marrë pandehur. Ata kanë thënë të marrë pandehurimin për një të pandehur. Aplikoj, hapë fond, hapë aty të lutem, shikoj. Deputeti nuk mund të arrestohet, do të hiqet i rreth fare hiq atë ose kontroll personal banesës pa autorizim të kuvendit. Zotri, pse ti duhet marrësh prova të Berberi, për ndryshe shko aty dhe kërko dhe shiko telefonin e saj. Janë apo ka prova kundër sajt apo nuk ka prova kundër sajt? Po ti bëm mëson se si do ta bëj unë hetimin? Jo ti. Jo ti, e ka fjalë ata, ata nuk duan ta bëjnë sepse duan që nuk kanë si nuk intereson viktim ta bëjnë viktim. O zotri, nuk më intereson fare çfarë po flas për një gjë krejt tjetër. Flasim për pezullimin. Edhe një po them, te fjala pezullim do të kuptosh që ata duhet të shkojnë aty edhe ta detyrohen Rama të shkarkonte. Jo për pezullim. Bëre të bëj një pyetje. Po. Në një sekond më. Po, jam më fort. Ka tagër kryeministri pezullimin? Ore edhe një, po nuk ka tagër kryeministri, nuk e ka tagër të pezulloj. Ka vetëm dy gjëra, shkarkon dhe emëron. Po pse të trash? Pse trash? Gjykata nuk jo burr. Jo nuk jemi këtu të flasim po jo se. Po jo para çe të kuptoj njerëzit. Pezullimi çfarë është? Kryeministri që bëhet ndaj një funksionari publik që është i emëruar sipas konkurrencës, që kush është konkurrenca në punë. Aty ka mbaruar diskutimi. Ata bëjnë diskutim intelektuale apo do të vërtasim kush kryeministri nuk është, pra ministrat nuk janë funksion administrativ. Janë funksion politik. Apo flasim për kompetencën këtu? Po, për kompetencën. Gjykata kushtetuese pas nesër do flasim për kompetencën? Do flasim, po ne do bëjmë një analizë paraprake. Dakor, pra, do flasim për kompetencën. Po, do flasim. Dhe unë po të pyes ty. Në çfarë kompetence i ka marrë gjyqësori ekzekutivit në momentin ku ka ndërhyrë tek pezullimi? Po prit pra. Se nuk lejohet të pezulloj. Prit. Ku ka thënë pezullim. Dhe për të ardhur këtu stop. Për të ardhur këtu. E ka ekzekutivi kompetencën e pezullimit? Po. Ku e ka? E ka. Ma trego. Në një shtat, balancimi dhe ndarjet pushtetetve, që do të thotë, në një shtat një sekond. Pezullimi, more ke gabim. Ke tre pushtete. Ke gjyqësorin, legislativin dhe ekzekutivin. Një sekond, mbi atë parim do fillojmë ne. Nuk mund të shkojmë tek pezullimi. Pra, unë nuk mund të shkoj tek kodi i procedurës penale, kur mbi kodin e procedurës penale kam kushtetutën, kam ndarjen e pushteteve, kam mënyrën se si kryeministri emëron dhe shkarkon ministrat, kam pushtetet të cilët kanë një balancë dhe ndarje midis tyre dhe nuk mundet një vendim gjyqësor të imponoj kryeministrit për pushtetet dhe në politikën e tij. Të bëra një pyetje tjetër, të bëra pyetje tjetër. 96 i kushtetutës ka një normë dhe shkarkimit. A mund ta pezulloj ti? Jo, nuk e pezullon sepse Rica ditë pa punë. Pezullohesh kur ka mas disiplinore ndaj teje. Kryeministri ka vetëm dy gjëra, e emëron dhe e shkarkon dhe nuk ka ndaj ministrit një pozicion disiplinor. Pra nuk ka të dëmjetë. Nuk duhet të debatojmë këtu. Ta themi që ta terminimin tim do ta diskutojmë pak ta kuptojmë. A diti që as kryetari i bashkisë, kryetari i bashkisë që është në nivel më i ulës se sa kryeministri. Po. Nuk ka të drejtë pezullimi.
Po të lexosh ligjin. Shkarkim. Po të lexosh ligjin 139/2015 që rregulloi qeverisja vendore, nuk ka as edhe një fjalë pezullim në të gjithë nenet e atij. Po, nuk i ke. Ke shkarkim dhe zgjedhje. Shkarkim dhe zgjedhje, po nuk ke emrim. Në qoftë emrimi është kur bëhet se kjo fjala pezullim. Po. Si kompetencë po flas. Do ishte në tagrin e ekzekutivit, atëherë është po, drejtësia ka hyrë te ekzekutivi. Sepse i ka marrë një kompetencë e cila është njohur në ligj këtij autoriteti po them. Po në momentin kur nuk i ka marrë, unë prandaj bëj pyetjen. Ore, kryeministri si ekzekutiv, e ka në kompetencën e vet pezullimin? Jo, nuk e ka. Po atë shkuj pas ka ndërhyrë kur nuk e ka. Po, okay, ta analizoj unë tani ty. Po. E kuptoj, pra nuk e ka pikën 2. Thot, kjo mas nuk zbaton ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Kush është ligji elektoral? Një sekond. Personat, e diti që personalitet juridik ka edhe Këshilli i Ministrave? Po, kush ka edhe tjetër personalitet? Kuvendi. Pse? Thjeshtoj pak gjë. Qeveria zgjidhet përmes zgjedhjeve të lira dhe të barabarta që nënkupton ligjin elektoral. Po. Si vjen zoti Rama në krye të detyrës nëpërmjet votbesimit në parlament nga deputetët? Po çfarë lidhje ka kjo? Një sekond, sepse ne duhet të kuptojmë që pushtetet, pra pushteti i parë që takon në kushtetutë kush është? Pushteti legjislativ. Nga aty buron kushtetuta, buron demokracia. Po çfarë lidhje ka mos më shko tek pezullimi, një sekond. Po ne po flasim ti vazhdon me grupa. Jo, tek pjesa, jo tek procedimi, të lutem, tek nen 242. Dhe thot të personave. Pra fjalia personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral nuk kupton deputeti i cili zgjidhet, kryetari i bashkisë i cili zgjidhet, mirë, dhe në fund fare thot këto funksionet kur përbën trupën e tyre nëpërmjet parlamentit. Si zgjidhet kryeministri? Nga parlamenti. Si votojnë deputetët? Nga zgjedhjet e lira të barabarta. Dhe kjo çfarë na tregon? Sistemi demokratik që kemi ne dhe balancimi dhe ndarja të pushteteve që nënkupton kontrollimin e tyre, por edhe çfarë ekuilibrin e tyre. Po pra dhe unë që do voj ballukun për të batur një balans. Nuk e pezulloj dot si kryeministër, po as një vendim gjyqësor nuk mund të më vihet mua aty. Pse? Sepse vetë ligjvendësia ka vendosur të neni 73 të kushtetutës dhe i thot këtij prokurorisë i thot shko kërko autorizim. Po ta dha mirë, po ta dha, gjej rrugën edhe ta marrësh autorizimin. Pra, do të thotë që pushteti politik, pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor, pushteti legjislativ, çfarë nënkupton? Nënkupton që secili prej tyre ka rregulla të brendshme, ka një rregullore të brendshme dhe tek Këshilli i Ministrave nuk ekziston një rregullore e brendshme që nënkupton pezullimin. Pse nuk nënkupton atë fjalin pezullim? Sepse ka vetëm dy fjali që është emrim, shkarkim, që nënkupton. Kryeministri nuk mund të vendosë në disiplinë një ministër, sepse ai ka pozicion politik. Dhe Spaku nuk mund të kërkoj pezullimin e një ministri. Pse? Sepse ai ka një funksion politik. Pra, në ligjin e organik të ministrave është ministri, zëvendës ministri dhe funksionet politike. Sekretari i përgjithshëm një ministrie zgjidhet si përmes konkurrencës që është i emëruar sipas ligjit të nënpunësit civil. Atë mund të pezulloj Spaku, pra sekretarin e përgjithshëm të një ministrie ose kryeministrie, po jo zëvendës kryeministrin për shkak se pushteti i tij vjen një pushtet i cili është indirekt nga parlamenti dhe nga votbesimi. Të shkoj të arrestoj ashtu siç vendos dhe të fusin në burg. Të vjen një hipotezë. Të thjesht fare. Po. Shkon në Spaku dhe kërkon të njëjtën gjë për një ministër, por që ky ministër nuk është deputet. Po, do shkoj të kaloj në parlament marrë autorizim. Moro, të jeni bërë të do shkojmë. Po të dëgjojmë ti. Jo, po të shkojmë me rini bisedës. Shkon dhe kërkon pezullim, jo arrest. Jo ngrirje funksioneve, si ministër, po ky person nuk është deputet. Pra nuk është zgjedhur deputet. Ministri është ndësisë rasti konkret, marrim shembull. Nuk është deputet, është vetëm emëruar nga Rama. Po, do kalojmë në parlament. Goja jote në veç perëndisë, them unë. Qëse është kështu, inshallah, se s'merri mendja, jo për në gjë. Dhe të ndodhi kjo histori, pra që të kërkoj pezullimin. Në rasti konkret, do ngrihesh Edi Rama, kryeministri, më fal. Do ngrihesh kryeministri dhe do thoshte, si ma pezullon ti këtë mua?
sepse ky e ka imunitetin për shkak të 103.8, nuk e ka imunitetin për shkak të imunitetit. Po që është i njëjti jetë. Po është i njëjtë. Po prit pra. Eci. Prit. Eci. Se ti do shkosh aty prapë te 173 për të interpretuar imunitetin e deputetit. Se nuk lexohet kushtetuta në një nen mo. Po na disa nene ke. Ja, kjo që zbërthi kjo që është skenari. Dhe 73 po. Në qoftë se Pezullimi Ballukut mbrohet vetëm mbi interpretimin që është deputet, është e zgjedhur mbi bazën e ligjit elektoral, Nardi e tha shumë bukur të si hipotezë mua pëlqen. Çfarë ndodh me një ministër që këtë imunitet e merr për shkak se është antar. E merr tek parlamenti vetëm se emëroi. Tani, çka do bësh ti? Urdhër ku e ke antari i Këshillit të Ministrave gëzon imunitetin e deputetit, mbaroi punën. Dhe ai deputeti, ai ministri, shkon te 73-shi dhe ai ministri shkon në parlament, ka imunitet, po s'ka forcë kartoni. Diti që s'voton dot ai. Po nuk voton, nuk ka rëndësi ajo gjë. Po ka shumë rëndësi ajo, mos i pas ka rëndësi ajo. Jo, sepse ti thua ministri mund të caktohet kushdo që ka cilësitë për deputet. Shikoj pikën 1. Pra cilësit për deputet. Nuk ka rëndësi, po. Nuk ka rëndësi. Dhe antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit. Po, gëzojnë. Pra, gëzojnë këto. Imunitetin. Pra do të thotë, nuk ka rëndësi a vjen apo jo nga aspekti. Po s'të thash pra këtë, nuk po thash këtë. Po, edhe po të them ty që ato do të thonë mos e çoj aty, mos e luaj tek imuniteti edhe një herë. Mos e çoj, jo nuk duhet ta çojmë te imuniteti. Ne duhet ta çojmë tek pjesa të nënjë shtati kushtetutës. I 103.3. Po Balluku është deputete më vlla. Po vajte këtu do vesh të 73-shi. Po pra, do të shkosh në 73-shi. Prandaj duhet ta lexosh. Po mos u lodh mos e kam bërë kështu, domethënë më duket sikur. Jo, edhe një herë. Nuk e lexuar në 7 të kushtetutës, që janë pushtetet. Nuk e lexuar në 95 të kushtetutës, që është mënyra se si emërohet shkarkohet një ministër. Nuk e lexuar atë që ne themi gjithmonë pushteti që si dahet të pushtetit gjyqësor. Çfarë ndodh? Okej, të marrim skenarin konkret. Shiko tani. Çfarë ka bërë ligjvendësi? Kur kemi të bajë. Kur pritani po sepse e kemi rastin. Kur një gjykatës ndodhet në fazën e arrestit në shtëpi apo në burg, ose merret në cilësinë të pandehurit, ose fillon procedimi disiplinor që mund të jetë pezullimi, ai organ që vendos pezullimin e gjykatësit dhe prokurorit është vetëm Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Pra e ke taksative këtu. Po ka gjyqtarë tash me ministrin këtu. Një sekond tani të lutem. Sepse në të njëjtën kohë imunitet ka kush edhe antari gjykatës kushtetuese. Është liva, ai ka thënë se çfarë po thua. Një sekond të lutem. Se po thua domethënë një sekond tani. Gjyqtarët, a çfarë po thot? Po gjyqtarët zëllojnë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. A ka mos të trish aty? Se po ngrej insinuatën. Po ngrej insinuatën. Shko te pezullimi. Po duro pra. Po ngrej insinuatën që duke qenë se gjykata gjyqësori pezullohet nga gjyqësori, nga qeveria gjyqësori, edhe ekzekutivi duhet nga pezullohet, emërohet dhe shkarkohet me vullnet politik. Jo, gjyqësori emërohet dhe shkarkohet me vullnet politik. Një sekond, me vullnet politik, dhe pezullohet. Ai është e kodma. Sonde i kemi çorodit njerëzit. Po jo, le të çorodit që bëhen. Pa pra, japim gjën më urdhëroj këtu e ke. Po ja pa ta shpjegoj në pak. Po më pa shpjego. Për te gjyqësorit, nuk ka dikush tjetër domethënë që ta pezulloj, ta shkarkoj apo ta emëroj një gjyqtar. Po është vetvetiu gjëja që ata emërim shkarkim apo pezullim do ta bëj vetëm pa struktura e tij. Po struktura e tij. Jo kush? Këshilli. Po këshilli pra ato po flas Këshilli përbëhet nga kryeministri edhe zëvendës kryeministri dhe ministra. A kupton çfarë po të them? Pra, Këshilli i Ministrave përbëhet nga kryeministri, zëvendës kryeministri, ministrat. Ti po thua domethënë që e kuptove. E kuptova. Ti po thua kështu, që meqense një gjyqtar shkarkohet nga KLG-ja, pezullohet, shkarkohet emërohet për çfarë? Jo. Ama rrike termi, mos o zhllima. Po me terma, po ne për atë po flasim tani. Pezullimi bëhet vetëm nga KLG-ja për gjyqtarët. Tek ministri tani shkarkimi dhe emërimi do duhet të bëhet. Jo, pra jo, ai po në një linja të barabarta thotë meqense një gjyqtar pezullohet nga KLG-ja, nga qeveria gjyqësorit, teorikisht do duhet të ndodhi njëjta gjë te brenda ekzekutivit. Por kjo nuk qëndron. Pse? Sepse ne kemi check and balance. Njëri le themi pushtet kontrollon pushtetin tjetër dhe kontrolli është bërë në atë mënyrë që për shembull ngrihet në Altmania sot dhe thotë sa kërkoni ju 3000 euro më shumë pak, nuk ua jap. Se unë kam drejtën e firmës. Ky është kontrolli
që i bën, le të themi, ekzekutivi që ka çelësat e thesarit përkundrejt gjyqësorit për ta marrë si shembull kush pezullim? Po prit me ta marrë si shembull, nuk po të flas për pezullimin në interesin e vet. Dhe në rastin konkret te gjyqësori, në momentin kur një kryeminist, një zëvendëskryeminist, një ministër bën faj apo vepër penale, sigurisht nuk do mjen alienët. Këta do vinë ta gjykojnë, ta pezullojnë, ta çojnë burg. Pushteti që kontrollon. Po pushteti që kontrollon ky është. Dhe unë ajo që po ngre dhe po them është, këta zotërinj kanë thënë pezullim në rast se ekzekutivi e ka kompetencë pezullimin, po ka ndërhyrë gjyqësori. Po në rast se ekzekutivi nuk e ka kompetencë pezullimin, ku është ndërhyrja, sa u çmenda? Se ti me një vendim gjyqësor ndërhyj tek ekzekutivi. Po si çirma që ta bëj atë, ma jem te ezit kokës e pa punë. Pezullon kryeministin e ardhshëm vëlla. Po mirë, këtë që është tani. Onard, më thuaj tani, ç'a mendon se do vendos kushtetuesja kur bën një analizë? Ato, mua nuk më pëlqen një gjë aty. Tani nuk pëlqeu. Zhdima, kam pyetja është edhe për ty njësoj. Po. A dhe që s'më pëlqeu, do ta pendem në emër sepse unë kam mbrojtur jashtëzakonisht shumë, edhe do ta mbroj sepse kur është për të mbrojtur. Antarën e gjykatës kushtetuese Sonila Betja, kur ka ardhur momenti për shkak të asaj që doni t'i hiqnin mandatin dhe ja hoqën, unë kam menduar edhe e kanë folur gjithandej që ky është një gabim i madh sepse ajo gëzonte një mandat të plot se e kishte marrë nga Besnik Muçi. Po, se ishte 9 vjeçar. 9 vjeçar. Dhe atë asaj kanë hequr mandatin me pa të drejtë. Pa të drejtë është. Por ama trashëgonte vitet e mbetura të Besnik Muçit, po themi eci. Po Besnik Muçi nuk i bëra as një muaj, as një muaj ditë. 9 vite eci. Madje aty se po dalim nga tema, Ardian Dvorani, i cili ishte kryetari i KED-s, në shkresën e vet zyrtare të firmosur nga i maf Ardian Dvorani, kishte shkruar aty mandat i plot. Po. Dhe këta ja hoqën Sonila Betjas. Tani për këtë pjesë, domethënë unë i heq kapelen dhe them mos zojmë bravo çë se ti duhet të jesh aty. Por mua më përçuditi tmerrsisht shumë që në treshen e gjyqtarëve, Sande Beci, Marsita Xhefellari dhe Sonila Betja, Beci ishte relatori i çështjes, që a do kalonte a nuk do kalonte te mbledhja e gjyqtarëve apo jo, ishte pikërisht Sonila Betja ajo që kishte mbrojtur tezën e Belinda Ballukut. Dhe unë për këtë jam çuditur o vëlla. Jam shokuar. Sepse unë prisja personalisht, domethënë dhe kjo është analizë, sepse unë nuk jam mendjen e tyre, unë prisja që ndoshta Beci mund të ishte ai personi i cili edhe si relator të kishte peshën, domethënë po relatonte çështjen, që të vinte një lloj, si them unë, vule aty për të thënë jo, më kjo çështje do ta gjykoj gjykata dhe pikë. Jo, më e bëri Sonila Betja. Pse e bëri shumë kush nga njerëzit e medias të cilët bëjnë analiza e lidhin me faktin domethënë që këtu në këtë katunin don, njerëzit janë të lidhur shumë me njëri tjetrin, qoftë edhe me esape parash vëlla. Dhe ne kemi parë që Belinda Balluku ka dhënë para më shumë te nga opozita se sa nga pushteti i vet, në kuptimin e plot fjalës. Pra jemi aq shumë të ngërdheshur se ti nuk e ke iden. Dhe për këtë më vjen shumë keq, sepse kjo çështje për mendimin tim nuk do duhet kishte kaluar fare në kolegjin e gjyqtarëve për të diskutuar pastaj aty. Jo duhet kishte mbyllur aty sepse nuk ka legjitimitet kompetence për ta gjykuar gjykata kushtetuese në raport me çështjen që ka bërë kryeministri. Tani erdhëm këtu dhe e mbylla. Erdhëm këtu, uroj shumë që ka të paktën 4 gjyqtarë, se 2 janë tani. Xhafellari dhe Beci, besoj se nuk do të ndryshojnë qendrim. Jo, s'besoj se do të ndryshojnë. Të dalin dhe 2 gjyqtarë të tjerë që t'i japin të drejtë Shqipërisë them unë dhe të kundërshtojnë agarin e Surrelit në lidhje me këtë çështje, me qëllim që neve ta heqim nga çështja e imunitetit, t'i zhveshim sadopak. Po heqim kanatierin, i them unë. Okej. Akoma se kemi hequr xhupin e më thet tash, po të paktën kanatierin po heqim këtyre të cilët gëzojnë imunitet. Vajti ai Malaj, vajti Tërmeti, aty me vrapë të marrë Ramën në qoftë se gjykata legjitimon pezullimin e Ramës. Jo, realisht e kam Ramës nuk i është kërcënim apo jo? Ramës nuk i hyn asnjë gjë në këmbë deri në pranverën, në fund të pranverës 2029. As edhe një gjë. Me këtë pozitë që kemi neve, ai deri në 2041 të kanë thënë. Po flas për spakun në raport me drejtsinë që mund pezulloj gjykatën. Tani jo, nuk tallem. Ne vazhdojmë atje. Po tani është kërcënim apo jo? Është kërcënim i madh. A di si po dridhet ai nuk po rri dot këtu. Unë them. Ne tani më bëj serioz se. Po nuk është për herë të parë spaku më afër Ramës, Llima erdha tek ty për pak. Nuk është më afër Ramës. Më ishte larg kur ishte te Velia apo te Ilir Beqja, ishte shoku i shkollës? Po këtu është zëvendëskryeministri.
Po është njeri më burr Është ditë. ministria me buxhetin më të madh që ndahet buxheti. Mirë, do të them një gjë tjetër e mbylla se u lova shumë. Gjatë gjithë kësaj periudhe kohore unë takoj shumë të majt. Po të them kuvendar. Ka dalë në treg. Jo më në treg, një takoj kështu në raporte totalisht private. Po si nuk e gjeta një më Andi që të mos gëzonte që kjo po shkon pas ekurave. Të majtët? Të majt kuvendar po të flas. Të betohen për këtë që po them. Apo më thua për deputet, okay. Për deputet. Të gjithë që gëzojnë. Po gëzojnë më. Gëzojnë që kjo zonja do t'i zënë vendin. Jo, sa aty se nuk janë aq ambicioz sa të shkojnë deri aty. Pra kjo po të bëhet një konkurs ose sondazh ose anketë brenda strukturës së PS-s, po e fshet, jo me karton, kjo mund dalë njeriu më i rryer në Partinë Socialiste. Ashtu si dikur ishte Erion Veliaj. Dhe nga kaun tjetër të PD-ja, po të bëhet e njëjta gjë të PD-ja, unë të siguroj ty që Albana Vokshi dhe Flamur nuk njohin rival më. Do jenë njerëzit më të rryer aty dhe do i lënë edhe ku diun domethënë shumë vetë debosh për të gjetur të tretin më të rryer në PD. Pra janë disa njerëz po them në këtë krahun këtë dhe në këtë krahun ande, të cilët janë bërë qiban të partive politike të cilët ata përfaqësojnë. Por nuk i heq dot. Mund të bëjnë këta një lob për të ndikuar te kushtetuesja? Që po ku ka burra e gra këtu më, por këtu kanë vdekur me kohë, ti menon akoma ata të vitit 1990 e 2000. E jenë të ezit idealist për sa gjëra. Kush është ky? Jam unë. Mirë, shko tako me ti klapën aty dhe rri aty tek kryeministria. Ç'do ndodhë kushtetuese? Ka ndonjë pyetje për Ballukun? Kushtetuesja do ta marrë në shqyrtim në themel dhe nuk jam dakord me parafolsin që kolegji do ta refuzonte dhe do dilte me një vendim aty për aty. Unë mendoj se mbledhja e gjykatësve do me përbër tani momentalisht nga 8 antar do ta marrë dhe ta gjykojnë në themel. Ajo që unë mendoj që gjykatësit nuk do të marrin vendimare dhe ta marrin më shumë ngadalë dhe do thoja me një presion publik që do të ftojnë palët, besoj që të japin shpjegime lidhur me pezullimin e GKK-s pra të vendimit në rast se do të vendosi gjykata kushtetuese për pezullimin për pezullimin të zonjës Balluku. Mendoj se ata në momentin e fundit do të shpikin idenë që duhet palët të dëgjohen për pezullimin. Por në themel do gjykohet dhe nuk e di a do të vendos në favor apo në disfavor të zotit Rama, po uroj që gjykata kushtetuese mos bëhet statistika e SPAK-ut që nesër pas nesër kur SPAK-u do të shkeli të gjithë normat kushtetuese, ti marrë ata si presion ti bëj edhe ti marrë të pandehur. Do të ishte shumë, do thoja, goditje e madhe për sistemin gjyqësor në rast se gjykata kushtetuese nuk e merr në shqyrtimin themeli rastet Balluku dhe nuk pezullon vendimin për pezullimin e saj nga GKK-ja. Prandaj, në fund fare ne duhet kemi parasysh që nuk na pëlqen pushtetet e ndryshme, ne duhet i nënshtrojmë kushtetutës dhe kushtetuta mund të lexohet në mënyrë horizontal, por edhe vertikal kur kemi të bëjmë me pushtetin qendror dhe ai vendor. Prandaj, në fund fare, unë mendoj se qytetarët shqiptar duhet të mbrojnë parimet kushtetuese dhe jo të bëhemi tifoz të atë njërit apo të tjetrit palë. Pse e them këtë? Sepse as unë, as kolegu, as ju nuk për kandidojmë dhe konkurrojmë as për kryeministër, as për ministra apo zëvendës kryeministra. Thjesht ne mbrojmë parimet dhe për kolegun që me të drejtën e tij thotë që unë thotë nuk duhet ishte pranuar në kolegj, unë them jo, kolegji duhet ta kishte pranuar për arsye se duhet të dalë një praktikë e re e cila thotë a legjitimohet një prokuror të ndërhyrë në pushtetin politik, pra në pushtetin ekzekutiv përmes pushtetit gjyqësor që është vendimarrja, sepse nesër mundet një prokuror të pezullojë nga detyra presidentin e Republikës. Një prokuror mund të pezullojë nga detyra kryetarin e kuvendit. Një prokuror mund të pezullojë nga detyra kryetarët e institucioneve të ndryshme siç është avokati i popullit dhe këshillit të kontrollit të lartë të shtetit. Pra, ne nuk mund të lejojmë që një prokuror të bëhet shok apo mik me një gjykatës i cili për mendimin tim ka shkelur të gjitha normat ligjore dhe kushtetuese dhe ka kapërcyer edhe më shumë sistemin e Bashkimit Sovjetik. Prandaj, në fund fare, të gjithë ne duhet kuptojmë qartazi, prokurori dhe gjykatësi në një masigurie për shembull për një masigurie që them falsitet të një dokumentacioni të fusin kokrën e burgut. Ndërsa në rastin e zonjës në fjalë,
bëjnë procedura politike, siç tha më përpara që po bënin politik që po shikonin a do ta shkarkonin apo jo zëvendës kryeministren sepse u mor e pandehur. Prandaj nuk dua të bi në këtë lojë, jo se kolegu është në një lojë, jam i bindur që nuk ka lidhje me asnjë lojë, por thjesht unë dua të heqim vëmendjen nga ajo që do prishen provat. Roli jon nuk është të prishen provat, roli jon është të mbrojmë parimet kushtetuese që nesër mos të bijem viktim ne vetë si qytetar duke goditur ato që ne shpeshherë i themi edhe vetë nëpër sallat e gjyqit. Parimi i ndarjes së pushteteve është në neni 7 i kushtetutës, ajo duhet të bashkëveprojë me neni 95 të kushtetutës dhe në fund fare me neni 103 paragrafi 3 i kushtetutës. Zhlima, faleminderit. Faleminderit për këtë. Nart, pyetja e fundit dhe e mbyllim këtë bisedë tu, nëse le të themi gjykata nuk do ta legjitimoj, kushtetuesja nuk do ta legjitimoj pezullimin, dorëzoi kërkesën e le të themi e SPAK-ut miratuar nga GKK. Shkon në parlament SPAK-u, rruga tjetër? 100% them. Do është menuhatje, nuk e se kam në këshyje. Unë mendoj domethënë që 100% do shkohet drejt kërkesës pastaj në parlament për arrest shtëpie, jo për arrest me burg, për shkak të pozicionit që ka zonja Balluku. Po, nën me fëmijë të mitur, kështu që status e divorcuar, kështu që nisën faktorësh. Ka lidhje kjo gjë, pse prapë bie dakord me ju? Pse duhet të shkoj arrest në shtëpi dhe jo në burg? Më tani ti mos bie dakord me atë gjë, por duhesh, po. Gjë manastir që është bërë aty lart, dhe sa mirë është, luksoz është. Po, luksoz është, po ai fëmia i mitur nuk mund të riveta. Po sa fëmijë të mitur, pa jo gjyqtarja ajo që u kap në kruj atje që futën në burg dhe kishte fëmijë autik tani. Ne po flasim tani. Ne po flasim për gjëra që duhet të ndodhin apo gjëra që kanë ndodhur gabim. Po jo, tani ti jemi realist tani, nuk mundesh tani. Ajo gruaja kishte një fëmijë autik dhe ai i shkoi futi në burg me bo statistik tani. Edhe ndërsa këtë thotë jo, unë do ta fus në arrest në shtëpi thot sepse kjo pas ka fëmijë. Pa çka kishte. Mirë, këtë pretend, mbi bazën e këtyre dy parimeve. Pra tani, në bazën e dy parimeve, nëse është bërë gabim një herë, domethënë nuk mund të vazhdojë në gabim. Pra që është bërë gabim me Keleta Hoxhën, me gjyqtaren atëherë, e mbaj mend shumë mirë domethënë që i ati vetë se ka vdash ndarë dhe nga jeta i shkreti tani. I vinte me fëmijët e krau aty tek rrinte gjithë ditën përpara derës së SPAK-ut dhe asnjëri se dëgjonte. E mbaj mend shumë mirë këtë për çfarë bëhet fjalë, e di shumë mirë se për çfarë bëhet fjalë. Po e kam e zaruar këtë. Po tani, në rast se është bërë jo gabim se kjo është gjë shumë e rëndë, atëherë nuk do të thotë domethënë që do duhet bëhet edhe tani, sepse ne kemi rënë dakord për disa le të themi terma të kodit procedurës penale se si duhen e zaruar dhe mbaroj. Parlamenti apo jo? Nëse shkon ky kërkesë. Ka lloj kërkese, qoftë arrest me burg, detyrim paraqitje. Ka përshtypjen se jo. Ka përshtypjen se jo, unë përshtypja ime është që Edi Rama ka për ta mbrojtur Belinda Ballukun deri në fund, pa pikën e ashtu sepse Belinda Balluku, që ta dish zotëri nderuar, ka të paktën ja 4-5 vite që është de facto kryeministre e vendit. Po se ka firmosur në jo vetëm që ka firmosur, por Edi Rama si ka një 4-5 vite domethënë që i ngërri shumë ngush kostumi i Shqipërisë. Buri duket është për në Bruksel valla, për Washington, nuk është për Tiranë. E kupton domethënë nuk do të merret me nuk miratohet në parlament një masë sigurie, po themi parlamenti nuk do të japi çfarë ndodh më mbrapa. Ase një gjyqtarë do ta çojnë në gjykatë, në gjykatë do kërkohet gjykimi i zakonshëm, nga gjykimi i zakonshëm në 2030 dënohet Belinda Balluku. Jo, do shkojmë përsëri në gjykatë kushtetuese se tani gjykata kushtetuese do ta marrë SPAK-u. Pse do ta marrë? Se do të thotë SPAK-u Parlamenti nuk më autorizon, futet në kompetencat e mia dhe gjyqësorit. Bëj një interpretim tani dhe ti për sa i përket kompetencave. Dhe prapë ajo do i rri pretendimit të mëparshëm, të pezullimit dhe nuk do t'ja miratoj, nëse do ecim me këtë trend.